Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit. Do të flasim për festën të krijuar natën e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brotherit, një festë që në fakt ngriti shumë polemika dhe ngriti shumë debat publik në rrjetet sociale. U quajt si e tepruar dhe e gabueshme forma që produksioni e përdori këngën e Shpat Kasapit brenda në shtëpi. Unë besoj që nesër mbrëma, natën e premte, me patjetër që spektakli do të hapet me një mesazh ngushëllues kundërdrejt familjes Kasapi, por edhe brenda në shtëpinë e Big Brotherit banorëve do t'ju tregohet e vërteta se çfarë në fakt ka ndodhur jashtë asaj shtëpie dhe humbja e jetës së këngëtarit Shpat Kasapi. Por, a ishte e tepërt që të organizohet ajo fest mbrëm pikërisht në natën kur Shpat Kasapi kishte humbur jetën? Unë mendoj që ishte e tepërt sepse ne duheshte që të respektojmë dhe duhet që të respektojmë ditët e zisë deri në ditën kur familja do të vendosin që të bëjnë ceremoninë e varimit të Shpat Kasapit dhe mendoj që festa e madhe që mbrëm u bë, kënaqësia e madhe që mbrëm u bë në shtëpinë e Big Brotherit ishte pak e tepruar dhe e pa imagjinuar mirë se si mund të komentohet dhe se si mund të merret. Shpati është një artist, siç janë artist edhe banorët brenda shtëpisë së Big Brotherit. Dhe besoj që nëse do t'ju thueshte se publiku, domethënë gjykon banorët nuk kanë faj sepse nuk kanë informacion. Nëse do t'ju thueshte e vërteta banorëve se si qëndron puna jashtë, nuk e vë fare në diskutim që ato nuk do të kishin lejuar që do të ndodhte një veprim i këtill. Por duke menduar që në shenjë respekti do të kishin lëshuar këngët e Shpatit dhe do të kishin bërë një respekt kundërdrejt Shpatit, unë mendoj që kjo është e gabuar, është e turpshme dhe nuk duhet toleruar veprime të këtilla, sepse Shpat Kasapit akoma nuk i ka ardhur trupi në shtëpinë e tij. Akoma familjarët janë të tronditur, akoma shqiptarët po e vuajnë pafund dhe në një televizion ndërkombëtar të bëhen veprime të këtilla, të bëhen lëvizje të këtilla, kjo është më se e tepër dhe më se e papranueshme. Andaj unë apeloj kundërdrejt edhe produksionit që të vetëdijsohet edhe mos bën më veprime të këtilla të paimagjinueshme.